Dashëmin që ora është 8:05 minuta. Rikthehemi përsëri këtu në studion tonë lëvizse me një tjetër temë, jo ajo që po flasim me telefonata, por me një tjetër temë. Megjithatë që është shumë e rëndësishme, sidomos kohët e fundit. Është bërë rivlerësimi i pasurive të paluajshme mbas shumë kohë pritjesh. Mas shumë kohë thashë themesh, do dali këtë muaj, pastaj pas 2 muajsh. Ja po prit marrën zgjedhjet e tjera, u zgjat, u bë tërkuz dhe ky për rivlerësimin e pasurive të paluajshme është filluar pas publikimit të udhëzimit nga Ministria e Financave dhe bizneset mund të përditësojnë vlerën e pronave tyre me një tatim të reduktuar. Ishte ka qenë 15, tani është bërë 5 duket. Kjo masë pritet ndikojë në tregun e imobiliarëve, në të ardhurat e shtetit, në mënyrën se si njerëzit planifikojnë financat e tyre. Ekspertët dhe ata që kanë bërë tashmë vlerësimin mund t'japin mendimin e tyre për efektet dhe sfidat e këtij procesi dhe pikërisht për të ne kemi të ftuar në studio Etleva Treskën, e cila është ekspert ekonomie. Etleva, mirëmëngjes. 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 Domethënë, nga ta nis pyetjen, problemi është që nuk është se njerëzit morin vesh. Njerëzit intereson unë që do shes shtëpinë për shembull, s'do paguaj 15, do paguaj 5, kaq. Tjerë s'm duan. Po. Kujtojnë që s'm duan, po m'duan fakt. Apo ja. Pra njerëzit të kesh kulturë financiare është mirë, tha. Në kulturë do të bëj shkollë. Ore, se kam pas keq që thoshin një doktor, një avokat ose një notar ose një kështu, më e mikë se nuk i dihet. Po. Nuk është se marrin vesh, më kupton? As i lexojmë, as. Ne gjithmonë na kërkojnë kur ju duhemi ose na duan njerëzit edhe unë te kam formul ju duhemi ose ndoni. Edhe mund të ish telefon. Po të telefon. Tani, si mendon ti që do ndikojë ky vlerësim i pasurive në tregun imobiliarëve, domethënë shitje, vlerje? Me thënë të drejtën ka pasur një lloj bllokimi duke dashur që ato që shesin të paguajnë sa më pak. E zgjatën shumë. Pjesën tatim. Shiko, ligji ka dalur, po puna është që institucionet përkatëse nuk e zbatojnë dot ligjin pa dalur një udhëzim ose një akt normativ që ta vëjnë të bëj procedurat për pjesën e. Po nuk është me datë 6 janar ka firmuar presidenti. Po. E di unë këtë. Ka dalë aty. U zgjat tani jemi fund shkurti, do të gati po na kap marsi, por i thonë. Edhe u zgjat u bë tërkuz, po kaq duhet vërtet me nxjerr këto aktet? Asu se kam kuptuar, po dhe në fushën e tatimeve tani në bashki sa ka shkuar pjesa për ligjin e faljes, gjithashtu sepse kanë dalë në të njëjtën ditë, po themi nga neni 74, nga ligji 79 deri në 86-ën kanë dalur në një ditë dhe ky është ligji 85. Me lla po kanë burrat mirë ta. Po ndërkohë kjo pjesa e mënyrën se si do funksionojnë në institucionet, kjo është që ka vonuar qoftë edhe te ligji i faljes edhe qoftë edhe te pjesa e vlerësimit. Sa i madh është motivimi që qytetarët dhe bizneset të bëjnë vlerësim, duke pasur parasysh tatimin e ulur? Ka shumë rëndësi për ato që i marrin për blerje shitje shtëpit, për ato që kanë tendencë për ta shitur, duhet të shtojmë dhe diçka që nuk do rivlerësohen vetëm ndërtesat, po do rivlerësohen edhe tokat në qoftë se. Edhe tokat do ta, ja? Po, edhe tokat në qoftë se duam. Po tani çfarë mundemi? Për mua kam një fatkeqësi sepse nuk marr pjesë dot tek asnjë nga rivlerësimet, pasi shtëpinë që e kam pritet që të ndërtohet, ndërkohë që shtëpinë që e kam në plazh ka 16 vite që akoma nuk janë bërë letrat nga institucionet, pasi firma ndërtimit nuk denjoj, pjesa procedurave të banorëve është e vështirë, kështu që nuk arrit dot të jem pjesë e rivlerësimit. Po çfarë thot ligji? Për të gjithë ato që i kanë tashmë, mund të bëjnë një rivlerësim, po një njeri që nuk ka ndërmend ta shesi. Domethënë jemi të lirë për të zgjedhur kush do ta bëjë. Kujt do t'i interesoj kjo pjesa? Unë nuk e shes të vit, po mund ta shes pak më vonë. Po, s'ka problem. Do ta bëj rivlerësimin? E bën rivlerësimin sepse kur ta shesësh, gjithmonë kemi diferencën midis shitjes dhe midis atij çmimi që ke ti. Domethënë deri në këtë çmim, për shembull, unë e kam shtëpinë 85.000 euro sot. E bëj rivlerësimin, më shkon vlera 90. Kur ta shesur 95.000 euro, unë do pagoj 95 minus 90, jo më minus 85. Do të thënë më bie 5.000 euro për të paguar tatim, jo 10.000 euro. Do të thënë. Nëse unë shtëpinë ose nëse ti shtëpinë tënde në plazh, kur e ke bler në 2008-ën, ja fuskot vitet, s'ka rëndësi. 2006-ën, e ke bler në shifrën, le të themi, 73.000 euro. Po.
Po ta marr kasire kështu nga trushme. Okej, s'ka problem. Tek shur. Kam 20 vjet financë, kështu që. Po ti s'ta kam prikën, më them për ta kuptuar njerëzit. Pra, do të thënë 73.000 euro, nuk tham 75, thash 73. Pa. Ashtu dhe. Sot në 2026-ën, çmimi i asaj shtëpie ka vajt 250.000 euro. Apo çova shumë. S'ka gjë, shto mjellë. Okej, të rregull. Pra, 200 e kaj. Diferenca mes 73 dhe 250-ës deri dje do paguaj 15%. I bie 173. Nëse, i bie unë do paguaj dhe jepsha shtetit 15% të kësaj diference, apo jo? Me rivlerësimin, duke bërë rivlerësimin sot. Po. Ajo shtëpi që ti e ke marrë 73, sot le të themi shkon 150 me rivlerësimin. Po. Ashtu dhe. Unë që të vazhdoj të ashes 250, që do paguaj? Atere, ndërkohë në qoftë se ne duam çmimin e referencës që ka zona, mund ta bëjmë pranë kadastrës. Pa. Dhe ato do marrin, do bëjnë rivlerësimin mbi çmimet e referencës. Në qoftë se ne kemi pretendime për vlerën, atëherë do të marrim një ekspert. Po ky ekspert duhet licencuar dhe njerëzit duhet të kenë shumë kujdes, sepse ekspert ka pafund, po në momentin që do t'i kenë bërë gjitha letrat do të refuzohet, pasi eksperti nuk është i licencuar dhe nuk ka të nënshkrimin elektronik kur të dalin dokumentat. Pra, të mos largojmë nga pyetja. Ky është hall. Domethënë çmimin shtëpisë ja vendos unë apo ky eksperti? Ja bën eksperti. Por kemi ke dy momente. Një moment kur ti e bën me çmimin e referencës, për shembull këtu referenca është 3.000 euro, ti pretendon që çmimi jot është më i lartë. Jo, ja ta marrim aty ku ishim. Po, aty ku jemi. Unë e bleva 73, çmimi i referencës sot pas dite. Po. Është 150. Okej. Iku. Unë do gjej në një blerës, ose t'ja fus në një huj, ose t'ja fus në një nga to që vinë në vërdall, du t'a shes 250. Pa. Tani, këtë çmime përcaktoj unë, si pronari i shtëpisë, apo eksperti? Atëre, në momenti që do ta rivlerësosh, për këtë rast që ti do më tepër, do ta marri eksperti dhe eksperti e rivlerëson me çmimin tënd dhe është e lejueshme mbi çmimin e referencës. Nuk është nuk të është e lejueshme nën çmimin e referencës. Domethënë ti mund të ta bëj një ekspert këtë gjë, por nuk do të pranohet nga shteti në momentin që ky çmim është më poshtë se çmimi i referencës. E kuptova, Marja. Po do kemi edhe një gjë parasysh që një shtëpi që nuk është blerë sot, po ka vite, minus 1% të vlerës së saj çdo vit do njihet. 2006 ti 20. Po jo, atëre do të bëhet kjo zbritje, po jo më shumë se 30% të vlerës. 20 vjet. Do 20 vjet. Maksimumi është 30%. I bie çmimi. Po, normalisht i bie çmimi. Ikull e kjo. Kemi dhe një gjë tjetër, që në momentin që unë kam marrë shtëpinë nga enti banesave, ose kam në dhurim dhe kam vlerën 0. Atëre, në këtë moment kemi një tjetër tabel ku është e përcaktuar në bazë të metër shfrytëzimit që kemi ne dhe do njihet dhe do zbatohet kjo lloj metode. Do të bëj një pyetje. Po. Ose kështu kur e thua, është përcaktuar kjo, jemi në rregull, shumë bukur. S'kemi pse lodhemi, mund ta bëjë vetë, s'ka nevojë fare. Iku. Çfarë rrezikesh ka ti këtë muhabet që ne nuk i dimë? Nuk mendoj se ka. Tani robit, kur i vonohet shtëpia ndarkë, i shkomin e përkeq. Tani kur shet e blen prona, si puna e këtij rasti, ku ja rreziqet, ku mund ta shkojmë në përkeq tani? Se mu shejtanin ka herë. Shiko, në momentin që unë kam bërë rivlerësimin e parë, mendova që do e shisja ose gjë, në momentin që tani ka ardhur firma ndërtimit për ta marrë si pronë dhe kush është banor nuk i njihet fare toka, kështu që unë s'kam interes as të bëj vlerësim toke se nuk kam realisht, po ndërkohë mund të bëj rivlerësimin e ndërtesës, nuk ja vlen, sepse firma ndërtimit kur vjen dhe merr një apartament që janë pallate të vjetra, atëherë të ka ato tarifat e veta, kështu që mua nuk më intereson si person.
them këtë pjesën nga vetja, që njerëzit të kuptojnë që janë të lirë atij që intereson për të bërë vlerësimin. Por është një rast i mirë për të marrë 5% për të mbushur dhe buxhetin e shtetit, që normalisht bën politikat, po ndërkohë edhe bën vjeljen e të ardhurave, prandaj është kjo pjesa kur doli ky udhëzim që është bashkëpunimi i përbashkët me tatimet për sa i përket tatimit me të ardhura që vilen nga kjo ministri. Çfarë ka dhe një gjë të mirë që më ka pëlqyer, megjithëse tham për gjërat negative. Ka një tabel të përcaktuar. Nëse vlera ime e rivlerësimit të 5% është 150.000, atëre unë tarifohem se do kemi dhe shërbim, dhe shërbimi do paguhet në shtet. Për ekspertët nuk flasim, po për pagesën në shtet, nëse është kjo vlerë, atëre unë do paguaj vetëm 3.000 lekë të reja taks shërbimi. Po, ndërkohë, me 150 deri në 300, atëre unë pagoj 7.000 lekë të reja. 70, po, dhe ndërkohë, për 150 e lartë, vlera do jetë 10.000 lekë të reja ose 100.000 lekë të vjetra. Do janë tarif për shërbimin. Jo noterit. Jo noterit. Po flasim sepse pjesa më e madhe besoj që do ta bëj në shtet, duke qenë që vlerat janë të kështu. Pa kodhe shteti tani, kur i fal, kur e ul kaq, bosi kot me lek xhepi. Po shiko, kur ka shitje blerje, shteti merr vetëm ato shtëpia që shiten dhe blerë realisht. Ndërkohë, në momentin që neve hym të tërë në fushat, shteti ka goxha mbledhje të ardhurash. Pase kushdo e bën me mendimin që pse të pagoj më vonë 15 kur tashmë pagoj 5. Sot jemi 27 shkurt, kemi dhe kam përshtypjen në 30 ditë kohë për të mbyll divën. Po. Ashtu dhe, do më dhënë, zakonisht njerëzit e le ditë e parafunit, dhe sa blokohet pastaj sistemi, dihet është shilin parë. Ne kemi kohë që po vuajmë nga sistemi dhe vetëm ato që punojnë në zyra kontabiliteti e din sa mbrapsht na ka ardhur puna për të bërë deklarimet se s'punojnë platforma, dje s'ka punuar fare faqja QKB-s. Domethënë një herë platforma, një herë QKB-ja, një herë tatimet, edhe ne jemi katastrofë dhe jemi shumë mbrapa te pjesa e punës. U bë diva si lotaria amerikane, po bllokohet ajo. Ka dhe një gjë që më ka ndodhur dje si rast specifik. Një person e ka dhënë individ me biznes kontratën. Dhe ndërkohë realisht biznesi bëhet agjent atimor dhe individi nuk merret fare. Ndërkohë, nga që është njeri që ka merak, hapëm deklaratën personale për ta deklaruar dhe aty. Dhe i pam që i kishte dalë vlera dhe sa mirë sepse do kishim marrë penalitet. Do të thotë që ne kemi mundësi që të jemi të kujdesshëm dhe ta shikojmë dhe këtë rast, pasi nuk është se kishte ndodhur dhe unë deklaroj vetëm kur ka individ me individ. Kam një pyetje që harrova unë. Ta pyes, domethënë, kur deklaron divan, flas për gjithë njerëzit. Nuk ka rëndësi në çfarë ke të ardhur, në lekë apo në euro, apo gjithmonë për çfarë do lloj gjëje ne bëjmë konvertimin në bazë të Po muhabetet me lekë. Po, me lek, sepse në shteti jon ka para të vetën lekun dhe çdo gjë shikohet kursi me 31 dhjetor të 2025-s për shumë këtë rast, edhe bëjmë. Një gjë të veçantë që unë kam parë tek ligji tatimi mbi të ardhurave ka qenë që në kokë të saj ku thuhet, ne jemi bazuar në direktivat e BE-s të 2008-s dhe ndërkohë për qarkullimin e aktiveve ne jemi bazuar në direktivat e 2011-s. Ja mos kanë harrumi. Edhe unë mendova që pse kaq mbrapa jemi ne sa në 2023-shin kur është miratuar për herë ligji tatim mbitar dhe ka pasur shumë debate dhe në ato momente ne i referohemi viteve kaq të largta siç ishin mbi 10 vite mbrapa. Edhe me thënë të drejtën ka lënë duar, por kushdo që do ta lexoj ligjin sa të hy fjalit e para janë ku janë referuar për të hartuar dhe për të funksionuar ligji. Problemi është që njerëzit i anashkalojnë këto. Njerëzit nuk lexojnë kontratën e vetë herë. Jo mund të lexojnë të ligjin, po thuaj që kontabilistët, zyrat duhet ta shohin këtë. Apo jo? Normale. Do me thënë çdo gjë që del, gjëja parë ne jemi nga IKM-ja, Instituti Kontabil Miratuar, që na sjell me email çdo Kam një pyetje që më ku e lexova po. Te kjo diva, un mund të deklaroj që kam kaq të ardhura nga kriptovaluta?
risia e vitit 2025 e divës është sepse ne kemi një seksion ku mund të deklarojmë fitimet që kemi nga kriptovalutat. Sepse te diva neve ka njerëz në Shqipëri që e bëjnë këtë? Ka shumë që e bëjnë këtë gjë, kanë plot që kanë fitimet dhe neve se kam edhe mënyrën dhe procedurën se si mund ta bëjmë, çdo muaj neve kemi regjistruar fitimet që kemi realizuar nga kriptovalutat. Dhe në fund fare ne bëjmë deklarimin dhe për pjesën që kemi fituar dhe atë që kemi paguar. Njeh shteti këtë? E njeh shteti, sepse në 2019 është miratuar ligji në tërësi, por nuk u zbatonte duke mos pas akte normative, nuk kishte teknologjinë dhe burimet njerëzore. Tashmë në dhjetor është bërë miratimi dhe i akteve nënligjore dhe ne tashmë i bëjmë të tëra, vetëm mining nuk lejohet të bëjmë në kriptovalutë. Qa është mining? Qa është kjo? Do me thënë të prodhojmë vetë... të prodhojmë vetë. Jo, po ku e di shteti se unë futem... Do në ndjesë përpitit se unë s'marrë vesh, po fjalla vjen, unë futem në ca faqe kështu në internet, e tjere që merrem aty me kriptovalut, jap, marr, e tjere. Ku e di shteti apo çaj çoj unë? Jo, ka një gjë. Sistemi blockchain është kaq i fortë që rrëzon dhe sistemin bankar. Pse? Sepse në banka mbyllen llogaritmas 2 vjetësh, ndërsa gjurma që lë në sistemin blockchain çfarë do të bësh ti, edhe të cilësh zotin tok, nuk fshihet dhe lë 2 gjurmë. Dhe sot shteti është i varfër në pjesën e kontrollit. Por nesër kur të bëj kontroll, sepse këto kanë drejt të kontrollojnë tërë jetën, hyn dhe gjejnë gjurmë. Kështu që nuk duhet të bëjmë të mençuri neve sot, edhe nesër të kemi penalitete. Unë jam gjithmonë e parimit. Më mirë unë pagoj 15% në shtet dhe gëzoj rehat 85% e fitimit, sesa të kem shteti në kurriz tërë jetën dhe të mi marri të tëra. Kështu jam pjesa e kësaj që duhet... Këtu se lajmi ku ka kokë. E ti si thonë të vjetrit shtetit s'des kur, edhe me shtetin larg, kështu që në këtë moment... Varet për çfarë shteti ka pas fjalë. Okej. Ne mendojmë që do hyjmë në BE dhe do jemi akoma më transparent. Siç ndodh gjithmonë, jo vetëm ekonomistët, por edhe me dentistët, domethënë që ty të pushon dhimbja, sa bashkon dentisti, unë jam i bindur që do kem shumë pyetje sa po tikësh. Me kënaqësi për çdo përgjigje, zyra ime është e hapur. Domethënë, unë prapë i theksoj edhe një herë, i kujtoj njerëzit që një mjek, një ekonomist, ose një avokat, mirë është ta mbani mik, sepse do ju duhet. Siç po dalin tani, që ndron sot mazdite del një ligj që ti se merr vesh fare se jetu pa neshjen, kështu zhvillohen dhe përditësohen ligjet për ditë. Dhe ne nuk i marrim vesh, nuk i dim. Kështu që një ekonomist, një mjek dhe një avokat, apo noter qoftë, mbajni mik, merrni qoftë për kafe, qoftë për shëtitje, qoftë për çfarë doni, mbajni mik sepse do ju duhet. Mos bëni kocë kur merrni vesh. Pra, matematika që kena bë deri tani është heqim 5, shtojmë 2. Jo, nuk është kjo. Ligjet ndrohen për ditë dhe askush si kupton. Imagjino kur vetë ekonomistët hajnë me njëri tjetrin për në interpretim llogarit ne që s'marrin vesh fare, zero. Kështu që mbajni mik një ekonomist. Apo jo? Mirë thash? Shumë mirë e tha. Falenderoj shumë i dashur. Ka dhe një gjë që a mund ta themi? Po më po ta thosh. Shqiptarët deri më sot dhe për mua kjo është e dhimbshme që besojnë atë që thuhet te kafja. Mos se shteti nuk të falë, mos se ligjet nuk të falin dhe mos se shifra nuk të falë. Dhe duke deklaruar divën vetë, shumë persona tani në janar të 2026 kanë marrë rivlerësime për vitin 2024. Për pak lek, më mirë le të bëhet sakt dhe le të bëhet nga njerëzit që janë profesionistë, sesa të kemi probleme mbrapa në kurriz. Dhe më të falenderoj shumë. Kënaqësi dhe për mua.